Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut pas kuvendit të partisë deklaroi se është i vendosur për të bashkëpunuar me koalicionin Blen. Sipas tij është e rëndësishme që në zgjedhjet e ardhshme të fitojë koalicioni pasi në këtë mënyrë fitonte Aleanca. Arben Taravari mojt këtë pasur përplasje me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut duke deklaruar se do vazhdojë të jetë pjesë e qeverisë. Vazhdojmë të japim kontributin ton, në qoftë se dikush mendon se s'duhemi atje, nuk e kemi problem as pak. Unë mendoj se me kryeministrin Miskovski kemi raporte korrekte, besoj se do të vazhdojmë. Në moment që e shohim se diçka nuk shkon si duhet, atëherë themi atë dhe publikisht dalim, s'është asnjë problemi, por për momentin raportet janë shumë korrekte dhe besoj se vazhdojmë. Ndërsa konfirmoi daljen me kandidat më vete në disa komuna. Mes të tjerave, kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari tha se mesazhi që ka ardhur nga Edi Rama dhe Albin Kurti është që shqiptarët jenë sa më të bashkuar në Maqedoni. Këto kanë qenë çdo porosit e tyre, normalisht edhe situatat aktuale politike në rajon, po edhe në Maqedoni, kështu që zotri Rama dhe zotri Kurti kanë dëshiruar që shqiptarët jenë sa më të bashkuar në Maqedoni. Kritikat dhe akuzat ndaj BDI-s kanë vijuar dhe nga zëvendës kryeministri i parë i Republikës Maqedonisë së Veriut Izzet Mexhiti. Ai tha se Ali Ahmeti nuk mund të flasë për përfaqësim digjitos të shqiptarëve pasi sipas tij kreu i BDI-s është shkaktari kryesor për largimin e rinisë shqiptare. Edhe pse kjo qeveri pra nuk i ka numrat e dy qeverive të kaluara, edhe përkundër kësaj zoti Ahmeti nuk e shfrytëzoi këtë për të mirën e shqiptarëve, nuk e shfrytëzoi për avancimin e shqiptarëve, nuk e shfrytëzoi as për projekte kapitali infrastrukturës siç është ky sot në Tetov, pra dhe këtë po e përmirëson pikërisht kjo qeveri e Vlenit, ku 1 miliard euro shkojnë për komunat dhe decentralizimin, dhe me shumë përgjegjësi them se dikun 300 milion euro shkojnë për 15 komunat tona. Reagimit i Mexhitit erdhën si përgjigje për akuzat e Ahmetit pas takimit me presidentin shqiptar. BDI ishte friksuar nga e kaluara korruptive e funksionarëve të tyre. Në këtë mënyrë i komentoi kryeministri Srem Mickovski akuzat e BDI-s lidhur me pozitën e shqiptarëve në shtet. Mickovski tha se opozita shqiptare bën mirë t'i kthehet agjendës së gjelbër. Sa më shumë funksionarë të BDI-s kapen me krim gjatë kohës kur kanë kryer detyrat e tyre, aq më tepër shpërsohet kjo retorik pasi frika është e madhe. Por ne dëshmuam se punojmë në mënyrë jo selektive dhe kështu do të vazhdojmë, tha kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut Srem Mickovski. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ish kryeministri i Malit të Zi dhe lideri i lëvizjes Ura, Dritana Bazović, është kundër vendimit të qeverisë malezeze për t'i dhënë një pjesë të Bregdetit investitorëve arab. Bazović deklaroi se ata që janë pro këtij projekti duan të zhdukin ulqinin dhe shqiptarët. Ai deklaroi se bëhet fjalë për një proces jashtëzakonisht jo transparent dhe kundër çdo ligji dhe në kundërshtim me kushtetutën. Ne nuk do të lejojmë askënd të na marrë qytetin, tha Bazović. Qytetarët e ulqinit të Malit të Zi u ngritën në protestë kundër dy marrëveshjeve që kryeministri i Malit të Zi, Milojko Spajić, nënshkroi me Emiratet e Bashkuara Arabe. Ratifikimi i tyre në parlament i hapi rrugën për dhënien me qira për 99 vjet të plazhit të madh të ulqinit, një perle virgje prej 13 kilometrash me mbi 20 milion metra katror, që është një ndër plazhet më të mëdha ranore në Europë. Protestuesit mbanin në duar dhjetra banderola ku shkruhej: "Ulqini nuk është në shitje. Larg duart nga plazhi i madh. Jemi për investime dhe zhvillim të qëndrueshëm, por duhet të pyetemi për fatin tonë dhe të fëmijëve tanë", thuaj në pankartat që mbanin në duar qytetarët e ulqinit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.